për neve herë ka ndikuar shumë. Nëse do 50.000 lek naftë më parë, tani do 70. 20.000 lek diferenca. Nuk e përballon dot, e përballojmë në një muaj. Mbas një muaji hapim krahun, ikim dhe në këtë tjerë në Gjermani ku janë gjithë tjerë. Ai di qeveria masa se çfarë ta marr, po hajde ne ta marrim, ne marrim vetë Shqipërinë, ne do ikim, e kemi ndarë me ne. Do të naftën, s'po çojmë as lek i shtëpia, me lek borxh në përkarburante. Plus gjoba të tjera që duhen letra, taksa, drejt falimentit. Po bëj se 5 vjet, po karon s'bot llaf, largimi ndikon shumë. Nuk ka, për shumë në vim me 15 veta, tash i vje 4-5 veta, s'bon as naftën. Na jap në naftën pa aksis, si që marrin gjithë tjerë, si që marrin anijet, si që marrin këto të peshkimit, na jap edhe ne pa aksis. Transporti është drejt falimentit.